një gjë e sigurt në tërë këtë mes është se Lëvizja Zoti Vendosi duhet bashkëpunim me njërin prej partive opozitare, kam fjalën që dolën më mirë në zgjedhje me Lidhjen Demokratike të Kosovës ose me PDK-n për çështjen, të paktën për çështjen e presidentit. Dhe zotri Latifi, lutem na sqaron ndoshta me kë shihni ju se do të jetë më e mundur një bashkëpunim ose një paraprim idesh. Marë parasysh se në të kaluarën Kurti kishte tentuar disa herë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, mirë po nuk kishte pasur Vjosën si kundërshtare. Tani ka Vjosën e cila në një fushat të ashpër zgjedhore akuzoi Kurtin madje në relata të tilla duke cilësuar si njeri të rrezikshëm. Shumë, si e shihni? Do të jetë e lehtë të bashkëpunoj me partitë politike dhe shtoj asaj që për PDK-n dihen çndrimet që ka karshi Lëvizja Zoti Vendosi, ndonë se nuk ka vija të kuqe, megjithatë në bazë të deklaratave dhe prononcimeve të tyre deri diku lë të nënkuptohet se nuk janë gjasa shumë të mëdha. Tani ti heqim opsionet me të cilat nuk mundet Lëvizja Zoti Vendosi të bëjë koalicion. Partia e parë është PDK-ja. Jo se s'mundet pragmatikisht, është e lehtë ajo. E mirë po është faktori Samil Ushtaku, i cili pak a shumë është shtyllët në parti dhe ai është deklaruar publikisht se nuk shkojmë dhe nëse shkohet, unë doja dorëheqje etj. Po njëjtën kohë edhe partia, si themi, kryesore opozitare, le themi është boshti i opozitës PDK-ja. Domethënë, herën e kaluar, para kësaj here, është PDK-ja që tregoi shtyllë kurrizore, domethënë edhe në fakt PDK-ja dërgoi vendin në zgjedhje. Nëse mund të shprehem me këto terma, nuk po them kush është bllokues si kush jo. Po se kishin mund me bën një marrëveshje shumë thjeshtë edhe ata dhe kishin shku përpara. Po jo, ata ishin vendosur që nga fillimi, kishin pozicionin e qartë. Pra me PDK-n gjasat janë shumë jo reale të bëhet. Alianca dhe ashtu si parti politike nuk e ka fuqinë, domethënë që të ofrojë diçka. Opsioni i vetëm, mbase i vetëm, është Lidhja Demokratike e Kosovës. Po te Lidhja Demokratike e Kosovës e kemi faktorin Vjosa, e cila që në natën e parë u deklaruan ata se personin për president e kemi këtu. Po edhe zotri Abdigjiku tha që ne në secilin tërheqës të diskutimit do të ulemi me emër të përveçëm për kandidatin për presidentit që është Vjosa Osmani. Pyetja që duhet shohët është kjo. A do e sakrifikoj Lumir Abdigjiku LDK-n për Vjosa Osmanin? Apo do e sakrifikoj Vjosa Osmanin për LDK-n? Në rastin më të mirë të mundshëm vlen kjo e dyta. Mendoj që ata megjithatë do e konsiderojnë një figurë tjetër për president dhe më e shumta që mund të bëjnë për Vjosa Osmanin t'i ofrojnë një pozitë zëvendës kryeministri, ministri i jashtëm, tek i fundit krejtësisht deputete, nëse ajo dëshiron të ndjekë një fill të ri politik. Po një parti pragmatike si LDK-ja, një parti që ka një lloj kuvendi, një lloj këshilli, domethënë, nga që bëhet fjalë për fatin e partisë, se edhe LDK është lodhur në opozitë. Pra po thoni se nuk ka gjasa që Lëvizja Vendosi të shqyrtoj Vjosa Osmanin për presidentin? Mbase edhe mundet, nuk them që jo. Megjithatë si do ta perceptonte publiku? Po, për publikun edhe për imazhin e LDK-s vetvete është besoj që problematike është, por edhe për votueste e Lëvizjes Vendosi është problematike, nga që betejë është bë mes tyre dy figurave, në fakt pak më shumë betejën e ka zhvilluar Vjosa Osmani se Albin Kurti me të, dhe unë nuk mendoj që do të mund të ishte opsion. Edhe pse për hir të vërtetës Vjosa Osmani dul dhe dëshmoi veten në terren. Është njëri legjitim me vota, ka mbështetje të mirë, do të thonë relativisht të mirë ka. Por ama, domethënë postet qeveritare, mënyra se si do i ndaje, do t'i ofrojë një ofertë LDK-s, ajo çon shumë pesh, dhe LDK-ja ka dhe figura tjera që mund të bëjnë president, edhe pa miratimin e Vjosa Osmanit apo le të themi instancave tjera. Unë pragmatikisht mendoj që Vjosa Osmani do i ofrohet një pozicion tjetër, edhe pse për mendimin tim ajo do të udhëheqte Ministrinë e Jashtme shumë mirë, domethënë. Nëse është për të shërbyer shtetit. Sa i pranueshëm do të ishte ky pozicion për Vjosa Osmanin, duke qenë se me patjetër ka kërkuar një mandat të dytë. E ka mendu, si me thonë, skenarin edhe më të keq të mundshëm, se bëhet një sfot analizë kur i hyn njeriu kësaj pune. Po skenari më i keq i mundshëm ai vjet vetëm deputete. Vetëm deputete, domethënë, dhe kjo megjithatë Lumir Abdigjiku e shpëtoi nga pensionimi i hershëm politik Vjosa Osmani.
kjo mbase duhet të dihet për nder Lumir Abdiqikut në këtë fazë dhe një farë mënyrë njeriu e mor barrën për ta fut kokën e vet në giotin, domethënë sepse është goxha ishte, si me thonë, sfiduese, se ka kritik të fortë edhe kundërshtimit që kishte brenda partisë. Mund të shkonte edhe vetë, me thonë, hajtë sikur se cilëte një rezultat të dovet. Do të shkonin që të dy bashkë dhe Vjosa dhe Lumiri. Por rezultati ka shpëtuar këta. Pozicionin e Lumirit e forcon pushtetit tani. A do të ishte më ndryshe sikur Vjosa Osmani të ishte më e kursyer në deklarata